Ceremonia e mbajtur në portin e Durrësit u shoqërua me një mesazh të qartë bashkëpunimi dhe solidariteti, ndërsa trajania italiane ankorua në këtë port si një simbol i forcimit të marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Italisë. Ceremonia zyrtare u zhvillua në portin e anijes Americo Vespucci, një nga anijet më të njohura dhe më të bukura në botë, e ndërtuar në vitin 1931. Kjo anije është një simbol i trashëgiminisë dhe profesionalizmit detar italian, e njohur për velat e saj tradicionale që japin asaj një karakter unik në historinë e marinës. Gjatë ngjarjes, një tjetër anije e veçantë italiane, La Spirito di Stella, u ankorua gjithashtu në Durrës. Kjo anije është projektuar veçanërisht për të siguruar akses dhe lëvizshmëri për personat me aftësi ndryshe, duke bërë atë një simbol të përfshirjes dhe solidaritetit shqiptar. Ajo ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin dhe të ndihmojë ata që hasin vështirësi në lëvizjen dhe mundësinë që ofron transporti detar. Një tjetër moment kyç i ceremonisë ishte dhurimi i anijes patrulluese Libra nga shteti italian. Ky akt i rëndësishëm do të kontribuojë në forcimin e sigurisë detare të Shqipërisë dhe do të mbështesë autoritetet shqiptare në monitorimin dhe mbrojtjen e ujërave të saj territoriale. Pjesëmarrës në ceremoni ishte edhe ambasadori italian Marco Alberti, i cili theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë mes dy vendeve në fushën e sigurisë detare dhe zhvillimit të mëtejshëm të marrëdhënieve bilaterale. Kjo vizitë shënon një hap të ri në forcimin e lidhjeve historike dhe strategjike ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë.